Nderuar kolegë, nderuar bashkëkryetar, mua nuk më duket se është një nga ato raste ku drejtori i përgjithshëm i policisë mund ta delegoj prezencën e tij në një mbledhje kaq të rëndësishme. Këtu nuk është thirrur zëvendës drejtori apo një njerëz me eksperiencë që ka ne kemi thirrur këtu institucionin. Unë nuk besoj se zëvendës drejtori i përgjithshëm, cili do qoftë ai, është personi i duhur për t'u përgjigjur interesit të këtij komisioni dhe për t'u përballur me rëndësinë që ka çështja. Unë nuk e kuptoj se cilat kanë qenë arsyet pse nuk është këtu vetë drejtori i përgjithshëm i policisë dhe besoj që dhe ai vetëm nuk do të mund dot ta. Duhet ishte me staf këtu për t'u përgjigjur interesit tonë dhe një problemi kaq kompleks. Saqë është degenerimi i procesit zgjedhor në raport të OSBE-Odirit dhe ku policia është pothuajse inekzistente. Kemi kaluar nga një fazë, këtu jemi të paktën edhe tre, Oerdi, Damiani dhe unë, jemi bashkëtarë të procesit nga momenti kur policia, si në vitin 2001, rrahu 1641 komisionerë të opozitës në komision të zgjedhjeve, ditën e zgjedhjeve të Roqis Varga. Kemi arritur në një moment ku policia është e paqen. Banda të njohura kërcënojnë deputetën ditën e zgjedhjeve përpara derës së policia s'ka bërë asnjë veprim. Unë nuk besoj se kjo është një çështje, nuk është seminar kjo. Kemi për diskutuar gjëra shumë më thelbësore. Në qoftë se e konsideroni këtë, unë nuk e konsideroj të tillë. Qoftë se e konsideroni një mbledhje për të kaluar radhën, dakord, në rregull, hajde ta shtyp, ta mbarojmë dhe ta quajmë seminar për rolin e policisë në zgjedhje. Por ndryshe unë do doja që t'i jepej një thelb kësaj pune. Drejtori i përgjithshëm i policisë së bashku me stafin e tij do të ishte sot prezent këtu. Zoti Bishga nuk është drejtori i përgjithshëm i policisë dhe për më tepër nuk e kuptoj, unë nuk besoj se është e mjaftueshme të vi një individ cili do qoftë ai. Sado me eksperiencë, të vi vetëm këtu pas staf pak udhënësor, nëse do thotë që nuk kam informacion. Dhe realisht ashtu është. Vjet me një staf me boll dhe për respekt të kuvendit. Kështu që do t'ju lutesha ta konsideroni faktin që kjo mbledhje ndoshta unë mendoj, jam i bindur që kjo mbledhje duhet shtyrë. Drejtori i përgjithshëm i policisë të sqarohet që ka detyrimin të vijë këtu jo vetëm thjesht ndaj parlamentit, por edhe për shkak të rëndësisë që ka situata. Faleminderit.